Habit me deklaratën e saj, ish ylli pornos nuk dua që djali im të ish ylli i industrisë së filmave për të rritur, Lana Roades, ka bërë një deklaratë fort duke kërkuar heqjen e të gjitha materialeve ku ajo shfaqet dhe duke e dënuar hapur industrinë ku bë famshme. Ajo thotë se sot identifikohet si aseksuale dhe se periudha kur hyri në industri ishte vetëm 19 vjeç, ishte rezultati varfërisë, presioni dhe manipulimi. Mendoj se ende jam numri 1 kudo. Është e çmendur të marrësh një vendim në moshën 19 vjeç dhe të përfundosh ylli më i madh në botë, pa e synuar kur. Isha 19 vjeç, e varfër dhe e manipuluar. Dua që çdo video të zhduket, që djalim të mos e shoh kurrë nënën e tij në atë mënyrë. Filmave për të rritur duhet t'i ndalohet ekzistenca. Njerëzit se din se sa e tmerrshme është ajo që ndodh pas kuintave. Unë as nuk i pëlqej marrëdhëniet intime dhe nuk i gjej njerëzit tërheqës, gjithmonë kam qenë kështu.